Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë me emrin e Zotit të Madhreshëm, e përshëndesim e qojmë shumë të fala Muhamedit a.s. dhe gjithë pejgamberëve dhe vëllezërve të tij para tij. E përshëndesim familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët brez mas brezi. Veçanërisht ju falenderoj juve për kohën që ndani. Zoti inshallah jep bereqet gjitha angazhimeve tona. Pejgamberi a.s. dhe ndërtimi i xhamisë. Njëra nga temat më qendrore në jetën e pejgamberit a.s. është momenti i ndërtimit të xhamisë së parë në Medinë. Bëhet fjalë për ndërtimin e xhamisë në Medinë, vendi i parë i adhurimit. Faktikisht më vonë do të jetë qendra e parë edhe e qytetërimit islam. Në atë botë, xhamia ka qenë një vend, një kuvend i gjitha shqetësimeve dhe hallave të asoj shoqënie, pra aty analizoheshin gjitha dertet nga problemet dhe aty merreshin gjitha vendimet përballë lutjeve dhe, si më thon, përkushtimit shpirtëror ose spiritual që luante ky vend. Është interesant me bën një krahasim përkitazi me besimet e tjera në këtë kontekstin e ndërtimit të xhamisë nga dora e pejgamberit a.s. Nëse shohim fetë e mëdha të botës sot, në këtë kontekst vren diçka të veçantë. Fjala vjen në judaizëm, sinagogat u shfaqen disa shekuj mas Musait a.s. Te krishterimi, kishat e para u shfaqen rreth 3 shekuj pas Hazreti Isës a.s. Po ta shihni budizmin, tempujt u ndërtuan, domethënë shumë shekuj pas Budës. Gjitha këto raste, vendet e adhurimit, domethënë, u ndërtuan shumë kohë pas profetëve ose pas atyre që e konsiderohen si themelues të fesë. Ndërsa në Islam, jo vetëm që ndërtohet xhamia në kohën e pejgamberit a.s., por ndërtohet me dorën e tij. Pra e mori gurin me dorën e tij dhe ngriti xhamin, ngriti muret e xhamisë. Xhami kjo që më vonë do të bëhet zemra e gjithë ummetit islam. Ju e dini vëllezër dhe motra që në kuptim të shtimit ose shumëfishimit të sevapeve ekzistojnë 3 xhamie të shejta. E para është Qabja, ajo që është në Mekë, e dyta është Mesjidul Aqsa, që është në Palestinë, në Quds, dhe e treta është xhamia e pejgamberit a.s. Pra, fakti që ajo ndërtohet me dorën e pejgamberit a.s. e përban shejtninë e vet. Ka disa mësime të rëndësishme që mund të nxirren nga pjesëmarrja e pejgamberit në ndërtimin e xhamisë. Pas hijretit, sapo arriti pejgamberi në Medinë, ai u përkujdes për ndërtimin e xhamisë. Pra është ndër hapat e parë që pejgamberi a.s. e merr në Medinë. Megjithatë, ajo që është interesante është se ai nuk u mjaftua me udhëzime, nuk ishte një udhëhec që vetëm komandon ose vetëm jep direktiva. Bante gurt dhe marrante baltën, punonte krah për krah me shokët e tij. Madje aty thureshin vargje, këndonin kaside dhe pejgamberi a.s. i motivonte duke ju përmend shpërblimin dhe duke i stimuluar ata që ishin ose duke i lavdruar ata që ishin profesionistë. Kjo pjesëmarrje e pejgamberit a.s. dhe gjithë muslimanëve, gjithë shoqënisë në ndërtimin e xhamisë, mendoj që i ka disa mesazhe të rëndësishme. Mesazhi i parë flet për madhështinë e kësaj xhamie dhe për ulësinë e pejgamberit a.s., i cili kur nuk vendosi distancë mes tij dhe shokëve. Madje djersa e tij u përzi me djersën e tyre. Ishte një shembull i jashtëzakonshëm i cili tregonte vlerat me vepra ma shumë se sa që i tregonte me fjalë. Mësimi i dytë ka të bëjë me pjesëmarrjen e gjithë shoqënisë në xhami. Pra, është interesant se xhamia është një institucion që mund të përtekojë gjitha strukturat e shoqënisë. Prandaj edhe në atë kohë fillu me këtë institucion. Mund të themi që gjitha institucionet tjera, si më thonë, përfshin një strukturë të caktuar shoqënisë dhe sigurisht që është normale. Megjithatë, xhamia, duke qenë se është shtëpi e Zotit Madhreshëm, nuk bën diferencë, nuk bën dallim në këtë kontekst. Prandaj, xhamia nuk janë vetëm vendi faljes, sigurisht ajo pjesa qendrore, aspekti spiritual, lutjet, namazi e ngjashëm. Megjithatë, xhamiat janë edhe shkolla, sepse aty mësohet, aty lexohet, aty ligjërohet e ngjashëm. Xhamiat e kanë edhe një farë roli të gjykatave në kuptimin moral, sepse shumë njerëz vinë marrin sugjerime, çojnë halle, probleme familjare, të cilat nuk është se kanë shku për të gjykuar në aspektin juridik. Është një hap para se të shkohet në aspektin juridik. Pra,
shumë probleme mund të zgjidhen me komunikim, me sugjerime morale e ngjajshëm. Ato janë qendra shoqërore, sepse aty të buhen njerëzit çdo ditë, komunikojnë, ndërtojnë, socializohen e ngjajshëm, dhe në fund thjesht xhamiat janë berthom e qytetërimit dhe mund të themi për neve shqiptarëve në diasporë që janë edhe berthom e komunitetit, sepse ato janë pika ku ne bashkohemi, ku sot në këtë jetë kaq dinamike, kaq materialiste, ku domethënë secili i kqyr hallet e veta, megjithatë xhamia arrin të bashkojë një grup të madh njerëzve ku edhe ndërtojnë, edhe i lutën Zotit Madhreshëm, po edhe mund të marrin iniciativa shumë të mëdha në interes të vendit edhe të gjithë njerëzve nevojtar. Pjesëmarrja e shumë njerëzve në ndërtimin e xhamisë e ka një mesazh jashtëzakonisht fuqishëm. Duke qenë se xhamiat janë shtëpitë e Zotit, ashtu siç quhen, njerëzit thjesht aty duhet të ndihen sikur të ishin në shtëpinë e tyre. Pra, nuk ka xhami personale, nuk ka xhami private. Dhe kjo pjesë është jashtëzakonisht e rëndësishme, veçanërisht edhe një herë po tham për neve këtu në Perëndim. Ndërkaq xhamiat të cilat ndërtohen prej një personi, prej një fraksioni, prej një medhhebi, le të themi xhami sektare, nuk janë të shëndosha në backgroundin e tyre, nuk janë të ndërtuara domethënë mbi baza të shëndosha, sepse janë xhamia personale dhe nuk duhet të ketë xhamia personale. Nuk duhet të ketë xhamia sektare. Xhamiat janë shtëpitë e Zotit dhe kanë dyert e hapura për gjithë njerëzit që dëshirojnë të lutën dhe të falen për Zotin e Madhreshëm. Pjesëmarrja aktive e pejgamberit në ndërtimin e xhamisë përcjell edhe një mesazh jashtëzakonisht fuqishëm për udhëhecit. Udhëhecit e kohës son shpesh vinë vetëm për të vendosur gurthemelin, i bëjnë disa fotografi edhe ecin. Pejgamberi alayhis salam na mëson se udhëheci i vërtet është ai që punon, domethënë vetë personalisht para të tjerëve. Hazreti Muhamedi alayhis salam ishte udhëheci që na mësoi se lavdia e vërtet është në shërbim, jo në pushtet. Madje pushteti merret për t'ju shërbyer njerëzve dhe jo për të qenë i privilegjuar mbi ta. Kjo duhet të jetë koncepti i shëndoshëm për pushtetin. Pra, le ta ndjekim shembullin e Muhamedit alayhis salam, qoftë si udhëhec, qoftë si masa. Udhëhecit le të menaxhojnë punët, le të monitorojnë punët, le të jenë gjithmonë pranë nesh projektet me interes për shoqërinë, e ne gjithë si shoqëri mos harrojmë që shteti është e gjithëve dhe shumë çështje në shtet, domethënë mund të kontribuojmë gjithë bashku, veçanërisht shoqëria civile. Selamu alaikum, faleminderit shumë.